Gjykata e lartë ka rrëzuar vendimin e apelit posaçëm për Ilir Selmanin dhe Elviz Gaçajin, të dyshuar për përfshirjen në vrasjen e ish policisë Santiago Malko, krimi kryer në mbrëmjen e 27 gushtit në 2019 në zonën e Xhamdhikut në Tiranë. Vendimi i formës së prerë që e dënonte Ilir Selmanin me 28 vite burg, marrë me 16 nëntor 2023, tashmë është fuqizuar duke hapur rrugën për rishqyrtim të çështjes. Po ashtu, edhe vendimi për Elviz Gaçajin, i cili u kthye për gjykim nga apeli i posaçëm, është prishur duke rikthyer procesin në pikën 0. Paralelisht me këto zhvillime, një ditë më parë apeli rikonfirmoi dënimin me 25 vite burg për Blendi Tetën. Ai akuzohet se ka vëzhguar lëvizjet e Malkos dhe se ka luajtur një rol të rëndësishëm logjistik në organizimin e atentatit, duke ndihmuar autorët në ekzekutimin e planifikuar. Sipas dosjes hetimore, Teta ishte pjesë e grupit që koordinonte ndjekjen e ish policit deri në momentet e fundit. Procesi gjyqësor për vrasjen e Malkos vijon ende edhe për Leonard Duko, një tjetër i akuzuar për përfshirjen në ekzekutim, i cili aktualisht ndodhet në fazën përfundimtare të mbrojtjes në GJKK. Ish polici Santiago Malko, i njohur për lidhjet e tij me biznesmenin Ervis Martinaj, u ekzekutua teksa udhtonte me mjetin e tij tip BMW X5. Ai u qellua me të paktën 9 pluma Kalashnikove në një ngjarje që tronditi kryeqytetin dhe solli një seri hetimesh të zgjeruara mbi grupet kriminale të përfshira.